Ja, pra, të gjithashur musafir pas musafirit edhe kështu ka dale, po afrome edhe fundit të emisioneve, gjithë të premte do me thonë se edhe Ramazani ka dale pivjen ajo fundi edhe këto ditët e fundit një 10, kështu që do të mundohem pra që sonte bukur mirë që ti përmbledhim sidomos në Norvegji të gjithë bashkësitë tona që kemi fetare, anën ba Norvegjisë, kësaj radhe tash lidhemi me Kristiansand, edhe e kemi imamin tonë me dikastratin atje që çdo vit, do me thonë, për Ramazan, mos let veç për Ramazan, është do të takojmë edhe herave tjera, po i thojnë me njëre mirë mirama dhe mirë se dëgjohemi. Përshëndetje për juve në studio dhe gjithë dëgjuesit tuaj që ndjek. Faleminderit shumë edhe që gjete kohë, këtu jem me Metushin. Metush, përshëndetje për juve, përshëndetje për antar tuaj të qendrës ose bashkisë fetare kulturore shqiptare në Kristiansand. Kështu që mendoj që Alushi sa rregullon që ta dëgjoj zonin tuaj, do të bashkëbisedojmë sonte pak për ato minuta që i ka ndarë Alushi për neve, që sigurisht e ceku edhe vetë që të kemi bashkëbisedim edhe domethënë të përfshim gjitha qendrat fetare me aq mundësi që kem pasna për t'i pyetur se si kanë kaluar gjatë muajit Ramazanit, cilat aktivitete kanë pasur dhe çka do të jetë dëshira për në të ardhmen, një lloj evoluimi i këtyre aktiviteteve për këtë muaj pra të bekuar të Ramazanit. Po së më lejoni që përshëndes juve në studio dhe gjithë dëgjuesit që ju dëgjojnë rregullisht për çdo ditë dhe për çdo natë. Një radio mrekullueshme dhe shpresojmë që do të kalojmë këto minuta së bashku dhe të shfrytëzojmë, do thotë, në bashkëbisedim me gjitha ato informacione të cilat mund t'i shpërndajmë dhe mund t'i kemi në dispozicion. Prandaj është një kënaqësi është e imja natyrisht dhe faleminderit shumë për ftesën. Sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit që siç e thatë edhe ju, vetëm jemi në fund, domethënë këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe natyrisht po shijojmë edhe netët e fundit, duke e lutur gjithmonë Zotin e Madhëruar që të na ndihmojë, që të na jep shëndet të gjithëve dhe të na jep mirësi dhe begati në këtë botë dhe shpresojmë nga Zoti për shpërblimin e madh në botën tjetër. Faleminderit Medin, ne tash kemi bisedu me hoxhallar tjerë për agjerimin për Ramazanin, e kemi marrë shumë pyetje përgjigje. Kemi qef ta dim për shembull Metushi ka interesante edhe disa pyetje atje. Metush, hoxhi nderuam, tash nga pyetjet që kemi përgatitur për juve është ajo cilat janë bashkëpunimet e bashkisë tuaj fetare atje në Kristiansand me institucionet shtetërore, mund të themi apo komunale të Kristiansandit, apo edhe aty në rrethin tuaj ku jetoni, banoni dhe veproni, po ashtu edhe me institucione tjera apo xhami tjera që në realitet kanë komunitete tjera fetare muslimane. Faktikisht bashkia fetare kulturore shqiptare në Kristiansand bashkëpunon tepër ngushtë me shoqatën kulturore në Liria, është një shoqatë e hershme do të thotë në Norvegji dhe natyrisht pastaj ka një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha institucionet e qytetit të Kristiansandit, duke përfshirë instancat komunale, pastaj policin, organizata jo qeveritare, siç është Integrim dhe Dialogën në Agder, mandej është për i këshillit fetar, faktikisht këshilli fetar në Kristiansand dhe me gjitha xhamiat që janë këtu në qytetin e Kristiansandit me rrethim. Natyrisht që bashkëpunimin në Ramazan më shumë e shtojmë me xhamiat apo bashkitë fetare, cilat funksionojnë në Kristiansand dhe natyrisht që kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe kjo flet me faktin që në fillim për herë të parë si vjet kemi së bashku me
komunën dhe Unionin Musliman të Agderit. Kemi bërë hapjen edhe dritave në ditën e parë të muajit të Ramazanit. Ka qenë kjo një risi, domethënë në Kristiansand, ku është zhvilluar për herë të parë, dhe natyrisht në seminaret, ligjëratat, takimet, bashkëbisedimet mes vete, në mes xhamiave janë shumë të mira këtu në Kristiansand, po pse jo edhe në Arendal dhe në Mandal, këto dy qytete të cilat janë domethënë afër Kristiansandit, dhe kjo është një mirësi, kjo është do thotë është një pikë shumë pozitive, po jo vetëm për ne, po për gjitha bashkësitë fetare, nga se ne kemi edhe obligim edhe fetar, po edhe institucional, edhe njerëzor dhe shoqëror, që të bashkëpunojnë mes vete dhe t'ju ofrojnë, do thotë, komuniteteve më të mirën e mundshme që ke mundësi të japë. Faleminderit. Imam i nderuar, ju jeni domethënë edhe aktivist goxha dallum, keni marrë pjesë në seminare të ndryshme, sidomos edhe në këto që i cekë më herët, po si është një ditë me këto angazhime tash për muajin e Ramazanit, dim që ka qenë ndoshta edhe pak më ngarkuar dita për ju, derisa keni qenë më gjerim, a dashht keni pjesë të ligjëratave, po ashtu faljes së taravive me xhamat. A ka pasën, domethënë mund të them respons apo jehon gjithë ky muaj Ramazanit me musafirët apo me anëtarët e ju që i keni pas prezent gjatë faljeve të namazeve, sidomos të taravis? Natyrisht se çdo xhami apo bashkësi fetare shton aktivitete gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Edhe ne paraprakisht, para se të hyjmë në muajin e bekuar të Ramazanit, kemi bërë gjitha përgatitjet për një mbarvajtje shumë të mirë, domethënë të aktiviteteve që i kemi pas në plan dhe i kemi zhvilluar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Natyrisht se aktivitetet kanë qenë të profileve të ndryshme, duke përfshirë derse, duke përfshirë ligjërata, duke përfshirë bashkëbisedime, domethënë pas namazit taravive. Natyrisht se namazi taravive ka qenë ai fokusi i besimtarëve që kanë ardhur për ta kryer këtë namaz që është i veçantë, domethënë që zhvillohet gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Mirë po fatbarësisht, domethënë si vjetë Ramazani ka qenë domethënë në këtë muaj shkurt dhe mars, dhe dita nuk ka qenë e gjatë siç ka qenë para disa viteve këtu në Norvegji, dhe numri besimtarëve ka qenë më i madh dhe ka pas interesim shumë më të madh, dhe normalisht që ne siç edhe ju e dini që në një lokal veprojmë edhe bashkësia fetare edhe shoqata Liria. Do thotë është një kënaqësi, mund ta them kështu, se bashkëdyzojmë domethënë të dy krahët, edhe krahun kulturor edhe krahun fetar, një gjë që na shton, mund të them, edhe jehonën për të mirë, jo vetëm këtu në Kristiansand, por edhe me gjerë, nga se ne si komunitet shqiptar natyrisht që kemi shumë nevojë që të rrimë mes veti, të luajmë mes veti, të aktivizojmë edhe rinin, që të bëjnë aktivitetin mes veti dhe kështu me radhë. Edhe Ramazani, elhamdulillah për Zotit, ishte një muaj shumë i begat dhe një muaj i aktiviteteve, mirë po natyrisht që pritet edhe më shumë, inshallah çdo vit e më tepër kemi edhe njerëz që frekuentojnë domethënë xhamin, edhe shpresojmë për të mirë për çdo vit. Që jemi në këto 10 ditë e fundit, në realitet s'kanë me tas 10 ditë tani të këtij muaji të bekuar, e di që muslimanë mërziten se mësohen në këtë muaj të agjerimit, e bën një rutinë ditore edhe me ushqim, edhe me dua, lutje, ibadetet e tyre, domethënë, por çfarë duhet të bëjnë besimtarët tash më shumë gjatë këtyre netëve të fundit? Mund ta flisni pak për rëndësinë e natës Kadrit, për shembull, edhe pse është kaq e veçantë? Dhe ditë që i muajit bekuar të Ramazanit, të nderuar ju vëllezër dhe ata që na dëgjojnë, natyrisht që besimtarët muslimanë nuk e dëgjojnë për herën e parë, por duhet ta përsërisim se ky 10 ditë dhe 10 nesh është tepër i veçantë.
Ky 10 ditë dhe 10 natë gravidon edhe në natën e Kadrit, një natë që Zoti Xhaleshanuhu e ka krahasuar se vlen më shumë se 1000 muaj. Një natë që edhe vetë i dërguari Muhamedi alayhis salam na ka urdhëruar dhe ai vetë është angazhuar dhe përkushtuar shumë më shumë gjatë këtyre 10 ditëve dhe 10 netëve të fundit sesa gjatë ditëve tjera. Madje kur e kanë pyetur Aishën gruan e Muhamedit alayhis salam se cili ka qenë angazhimi specifik i Muhamedit alayhis salam në 10 ditën e fundit të muajit bekuar të Ramazanit, atëherë Aisha radiallahu anha është përgjigjë dhe ka thonë që Muhamedi alayhis salam ka shtrinu, do më thonë izarin apo rrypin e vetë, një gjë që do të thotë që është e ka rrit për kushtimin, do të thotë në ibadet gjatë këtyre 10 ditëve dhe 10 netëve. Pastaj ka shtuar angazhimin dhe i ka thirr apo i ka angazhuar më shumë familjen gjatë këtyre ditëve të fundit të muajit bekuar të Ramazanit, dhe natyrisht se edhe që se ka palu dyshekun, apo atë shilten, mund të them kështu, që ka pas për me flajtë dhe me pushu, që do të thotë se Muhamedi alayhis salam gjatë këtyre netëve dhe ditëve ka qenë në përkushtim maksimal në adhurim ndaj Zotit Xhaleshanuhu. Prandaj, edhe ne si besimtar, edhe ne si musliman, duhet të ndjekim një praktik të tillë që e ka kryer Muhamedi alayhis salam, nga se ana shpirtënore tek besimtari është ajo kryesorja që i madhi Zot do të thotë na ka thirrë dhe na thirr, dhe nota e Kadrit është mundësia më e madhe për neve besimtarëve që të fitojmë shpërblime, që të fitojmë sevape nga i madhi Zot. Prandaj Muhamedi alayhis salam ka thënë që kërkon natën e Kadrit në 10 netë të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Muhamedi alayhis salam natyrisht nuk i ka specifikuar një natë të caktuar, edhe pse dietarët është një temë kjo e veçantë që diskutojnë se varësisht se cila natë është, Muhamedi alayhis salam e ka përmend se është nga netët teke të muajit bekum të Ramazanit, mirë po kjo nuk do të thotë që mund të qëlloj edhe në natë të çifte, mirë po ajo rëndësishme që është për ne, që në 10 net të fund të muajit bekum të Ramazanit duhet ta shtojmë cilësinë shpirtërore, duhet ta shtojmë ibadetin apo adhurimin ndaj Zotit, duhet ta shtojmë namazin, duhet ta shtojmë dhikrin, duhet ta shtojmë sadakan apo dhënien lëmosh ndaj personave të cilët kanë nevojë, duhet ta shtojmë dashurinë ndaj njëri tjetrit, duhet ta shtojmë veprat e mira që duhet t'i kemi do të thotë në këtë botë, dhe çdo gjë e cila është pozitive e mirë me një qëllim të pastër, me një jetë të pastër, se do shpërblehemi nga i madhi Zot. Me të vërtet kënaqësi e madhe ta dëgjojmë mas pari edhe zërin, kështu që ajo që na takon neve si radio që t'jemi së bashku, pra edhe me ty, po edhe me gjithë imamët tjerë që janë në Norvegji, shqiptar edhe bashkësi tjera. Ne të falenderoj shumë nga zemra që gjete kohë, do të thonë me njerë mas këtyre obligimeve edhe aktiviteteve që këto minuta t'i ndanë me ne edhe me gjithë dëgjuesit të Radio Lindjes dhe shikuesit të Radio Lindjes. Ne të përshëndesim shumë edhe mund që me ta uru Bajramin ashtu pak heret, po sido që tjetë ta kalosh këto ditë të fundit me kënaqësi e me lezet, me siguri se do dëgjojmë edhe do shihemi edhe herave tjera. Faleminderit shumë pa mas ju e dy që jeni në studio, që ky një punë të jashtëzakonshme për komunitetin shqiptar që gjenden jo të Norvegji, por edhe më larg. Natyrisht shfrytëzoj rastin t'ju sjell mesazhin edhe nga komuniteti shqiptar që gjendet këtu në Kristiansand dhe rrethin, duke lutur Zotin Xhaleshanuhu që ta kem shëndetin, ta kem rahatin, ta kem harmonin, dhe çdo shqiptar dhe çdo besimtar ku do qoftë në përbot ta gjend qetësinë shpirtërore, dhe lutim Zotin Xhaleshanuhu që edhe këto ditë që na kanë mbetë muajit bekum të Ramazanit, t'i përjetojmë në formën më të mirë dhe më të bukur të mundshme, duke lutur Zotin Xhaleshanuhu
për mirësi edhe begatin këtë botë, edhe mirësi në botën tjetër. Ishte kënaqësi jashtëzakonisht e madhe për mua që të jem në kontakt me juve, dhe natyrisht se ne do të kontaktojmë edhe gjatë Bajramit edhe pas Bajramit. Mirë po, faleminderit shumë edhe një herë nga ju dhe përshëndetje për gjithë dëgjuesit. Faleminderit shumë, gjithashtu. Përshëndetje. Ishte kënaqësi. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Ri jashtë gjithmonë pranë jush, me melodi të përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, e mëri vetëm qëndrese përbashkë. Radio Ri